Mirë se erdhët në Rezën tonë. Dita e punëtorëve, siç e thash, është më shumë se një datë në kalendarin tonë. Është një histori, një kujtesë për punën e palodhur të mira burrave dhe grave që kanë ndërtuar Shqipërinë tonë. Në studio kemi një inxhinier të vjetër, metalurg dhe inxhinier në industrinë e bakrit, zoti Nikol Gega. Mirë se erdhët, zoti Nikol. Kënaqësi që u kemi këtu. Prej një jete të tërë ke punuar në industrinë e bakrit, apo jo, në Rubik, dhe drejtuesin e Amarkor dhe Sens të dy emisioneve Elian Tanini në Reporteri. Të bëf mirë kafja. Mëngjes, që ka shumë simpatike dhe është e rëndësishme që nuk ka nevojë për sheqer për ta pirë kafen. Ndjen atë aromë. Kështu e ka Mogadori. Duhet për energji, për të folur për dy periudha në fakt. Kafe punëtor është, kafe punëtor është e shpejt. Për të folur për dy periudha, për punëtorin dje, ku puna kishte ideale, dhe punën sot që kërkon dinjitet. Për punëtorin dje që vlerësohej dhe punëtorin sot që shpesh harohet. Le pun të na bëj një krahasim, zoti Nikol, si e kujton një majin edhe ato vite të punës tuaj? Realisht, sot do të ishte ndonjë përfaqësues direkt i punëtorisë këtu, pavarësisht se sipas strukturës atëherë një inxhinier ose një drejtues konsiderohesh jo klasë punëtore, por gjithsesi ishim përfshirë me klasën punëtore, ishim bashkërëndonim dhe ishim shërbim tyre. Mirë është, paktën, jo se nuk e din, por shumë veta, do thonë nga lindi një maj, dashis. Një maj, dihet që kanë qenë lëvizjet e punëtorëve që nga mesi i shekullit 19, mendohet në Australi, kanë filluar që nga viti 1855, pastaj në Amerikë, dhe përfundimisht Chicagoja, për shembull, në vitin 1886, një grev e të zgjatur, për të kërkuar drejtat e tyre, dhe ajo ishte 8 orë punë, 8 orë defrim, po i themi, dhe 8 orë gjumë. Paka shumë kjo ishte ndarë formula. 8 në 24 orë. Kjo kaloi disa shkallë derisa u unifikue, atëherë e shfrytëzoi dhe politika internacionale socialiste, që kishin filluar të dilin pa edhe politikat e reja, pas teorive të Marksit e tjera me radhë, dhe përfundimisht u certifikue në vitin 1891 dhe u përsaktua si dita ndërkombëtare e punëtorëve. Nikol, sa vite keni punuar ju në minier? Me mineralin, në Rubik, kur e keni filluar dhe kur e keni mbaruar? Unë kam mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin e Inxhinierisë Degën Metallurgji, vitin 1976. Aty kemi, atëherë bosh dhe stazhi, që e kam shpreh dhe herë tjera në emisionet tjera, po. Dhe në moshën 23 vjeçare, fillove punën si unë kam qenë direkt aty se do mëroj diploma. Do më thënë 20 e ca vite keni punuar në... Jo, në bakër, në industrinë e bakrit, mund të ketë se 3 vite kam punuar në 97-2000, kam qenë në korporatën e bakrit, pra i bie rreth 27 vite. Të pandërprera me bakrin. Po, me bakrin, pastaj kam periudhën tjetër kam punuar në institucion qendror, në ministri. Çfarë ndjenje ishte të ishe një inxhinier i bakrit në ato kohë? Ishte më shumë një përgjegjësi, krenari apo një sakrificë? Ishin të trija së bashku. Inxhinier të tjerë. Të 3 elementet së bashku. Natyrisht ishte ose pak më e thjesht pyetja, a të dilte muaj apo s'të dilte? Mirë, do ta trajtoj vërtet. Do të parë edhe mënyra se si kishin raport edhe me shtetin, por edhe sa të vlerësuar se puna ishte a kishte ideale më kjo është më rëndësishme. Përgjithsisht tash një maj. Ai ka sot po ta pyesësh, se sa pension merr zoti Nikol? Unë tani për pensionin nuk po flas sepse është edhe kur pyesin tjerë, në raport me pensionistë e tjerë nuk kam pse ta ankohem. Po. Realisht, nuk para, edhe kur pyesin dhe kolegë se m'vjen zorë, sepse ka disproporcion. Por, pa hyrje të pensionet, po marrim tani atë si festoj një maj, po me qimi kuadri një maj. Një maj është demonstruar edhe në Shqipëri, dhe në periudhën e Turqisë. Thuhet 1905, 1907 në Shkodër. Kishte zejtarë, në rëshën veqen edhe në atë kohë.
Pastaj edhe në periudhën e qeverisë së Zogut, në format nga më të ndryshmet. Është në demonstrim i vogël ose dhe ashtu. Kryesisht për kushtet e punës në periudhën e qeverisë së Zogut, ka pas dhe greva të ndryshme, për shembull mund të përmendim grevën e minatorëve të Rubikut në vitin 1938. Ku është lapidari? Po, dhe mbi këtë bazë është bërë një film. Pra, minatorët u organizuan për arsye sepse shfrytëzimi i kushtet e punës dhe pagesa këto ishin dhe duke u organizuar arritën që të merrin diçka. Të drejtë, një kërkesë. Kuptohet me sistemin e ri pastaj, mas 45-s, mori ngjyrë tjetër një maj, prona pasurit e nën tokës dhe këto administroheshin në rrugë shtetërore, realisht ishte modeli lindor, dhe organizimi i punëtorisë filloi me quheshin bashkime profesionale. Bashkim profesionesh, po ta marrë ishte të shqipëruar pak a shumë. Fushave të ndryshme. E na trego pak për atë punën tuaj si inxhinier. Si inxhinier kam filluar në një kolektiv, kam pas shansin dhe ashtu që kam filluar në një kolektiv që ishte jashtëzakonisht me eksperiencë dhe për mua ka shërbyer si shkollë e dytë, sepse kuptohet, universiteti, shkollat hap horizontet. Po puna praktika të do të njohësh më mirë profesion. Gërshetohen eksperienca në praktik me teorinë dhe gradualisht fillon të bësh profesionist. Për të bërë profesionist do minimumi 10 vite. Eksperiencë punë në bësh për 10 vite teren. profesionist ose s'bësh. Natyrisht duke dashuru profesionin. Në çdo fushë është kjo, Eliana, apo jo? Jo vetëm në Për mendimin tim çdo fushë. Për gjithë. Patjetër. Për mendimin tim çdo fushë. Përgjegjësia ishte e madhe sepse ishte vetë natyra ajo industri ku kam punuar. Do ta bëje edhe një herë këtë punë? Ishte me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi, pavarësisht se të ishim mosha bot vetëm. Ai është gati ta çosh ende tani. Po të kenë kushtet e mira, shkon. Atëherë. Po me që flasim, me që përmendëm kushtet. Kushtet, në përgjithësi kushtet në vitet e para, pa diskutim, që deri nga vitet 60, mund të themi që ashtu siç po ecë edhe ekonomia shqiptare, si binde nga një shkallë industriale shumë e parapambetur. Vitet 60-70 ishte tendencë edhe në Europë për shkallën e industrializimit dhe ecte paralel do industria Shqipëria nga vitet 70 arriti pak a shumë të konsolidojë një industri për mendimin tim modeste, por e pranueshme në kushtet e vendit dhe nga historiku që ne vidim. Bakri arriti me cikël plot, industria bakrit. Shkalla përgjithësisht ishte shumë e madhe, sepse bësh fjalë jo vetëm për të nxjerrë produkte cilësore, po përballesh me eksportin. Kështu që kërkesat ishin shumë të larta. Paralelisht punohesh dhe me kushtet e punës. Kuptohet, vështirësi ka pas sidomos sektori minerar. Minerat ishte. Mbar mend ndonjë histori sakrifice apo ndonjë histori që ja tregon? Sa duash. Ka aty histori ka sa të dush. Njerëzit realisht ishin shumë të angazhuar, e shikonin pak a shumë pronën si të tyre. Ky ishte koncepti, ishte një përgjithësi, një farë pune idealiste. Nuk mund të them që kushtet gradualisht nga vitin vit kanë ardhur duke përmirësuar, sepse edhe në minjera kishte probleme me pluhrin, kishte smundje profesionale, kishte nga më të ndryshme. Sektorëve të ndryshëm, po. Pajisja me veshmathjet tjera, me mjetet mbrojtëse, me ushqimin polivalent, sepse kërkohesh simas për shembull industria kimike kishte smundje tjera profesionale, industria minjerave kishte tjetër, metalurgjia kishte tjera. Por çdo fushë, çdo sektor kishte detat. Nikol, më fal një pyetje. Ke predhur në për këto minjerat? Po, kam qenë edhe me zotërin në Rubik. Po kemi qenë edhe pak më gjerë. Rubiku ka qenë nëna i industrive të tjera, baza apo jo? Baza ka qenë e industrisë minerare dhe metalurgjike, baza. Edhe i ndërtuar shumë mirë nga brenda uzina e Rubikut, e bakrit dhe gjërave të tjera. Kur një punëtor kishte një hall, një problem, se këtë pyetje kam pas gjithmonë. Tani, nuk flasim për një punëtor të shkelur që kishte ardhur atje nga partia me problemet e veta familjare, po flas për një punëtor që ishte njëri i thjesht, si e zgjidhte një hall dhe një problem dhe a zgjidhej përgjithsisht? Po, flasim në rastin tuaj atje te ju në Rubik. Për shembull, Tazëm nuk shkonte mirë me kolegët e tjerë dhe donte të ndronte departament. Si e zgjidhte këtë gjë? Në përgjithësi aty
paka shumë funksionon dhe kjo skemë. Unë jam gazetari Niki Tazëm, nuk dua t'i iki nga Report TV, dua të shkoj në një departament tjetër. Si zgjidhe e ke gjë? Përpiqesh sipas kushteve. Përpiqesh, ë? Përpiqesh sipas kushteve për t'i zgjidhur. Do ishin problemet vogla. Problemet madhore ishin këto për shumë kërkesa për përmirësu kushtet e punës. Në kërkesa e parë ishte përmirësimi i kushteve të punës. Pagesat, për shumë? Kushtet e punës nuk ishin dhe aq të gradualisht, thash, kanë ardhur përmirësim, sepse banjo, dushe, garderoba, tjera, mensa, pra ushqimet dhe këta, gradualisht, edhe nga viti 70 u konsoliduan. Pastaj dushin dhe mjediset social-kulturore. Një punëtor nuk është puna vetëm thjesht në punë. Në punë aty. Edhe në shtëpi. Po, në shtëpi. Organizoheshin për shumë, por ja parasin Rubik. Parasin e Rubikut. Në vitet 60, nga që s'kishte mjedise, ishin qetur të kohës italianit, kuadrët e lartë, kishte shumë kuadrët lartë aty. Ndër tjera, filloj ajo loja e Bigjozit. Qartë. Që do bërin ata, normal? Bigjozit. Marin vesh drejtusit. Edhe drejtori i kohës, natyrisht ai kishte marrë në Bashkimin Sovjetik, i zonës ishte, edhe i thret ata, i thret gjithë aty, për bashkëbisedim. Kur pan vetën ata aty menduan që do na heqin nga puna. Edhe i pyet me çfarë merrin, çfarë studionin, çfarë. Filluan ata, ky në fakt e mori këtë indicje, sepse ato s'kishin kushtet optimale ku të studionin. Atëherë, nga fondi i uzinës së re, kur u bë uzina rafinimit, ajo që shohim me anës rrugës, ka thirr drejtuesit që zbatonin atë, ka thënë që e cënojmë uzinën nëse heqim para nga ky, dhe mori fondin pa pyet fare lart hiç. Ashtu ë? Ndoshta edhe kjo, pa pyetur, që të merreshin vendime të tilla. Ndërtoi Pallat Kulturën në Rubik. Atëherë Pallat Kulturës s'kishte as Strasheni, veri kishte Shkodra. Nga fondi i uzinës. Nga fondi i uzinës pa e cënuar, kuptohet. Pa patjetër. Ndërtimi dhe boni mens fjetore të re dhe kinoklubin aty dy kashk me sallë, me biblioteka, me gjitha. Pra ishte një mesazh, kuptohet. Një lëvizje. E ka treguar vetë. Ma kanë treguar dhe tjerë bashkos, kjo ka ndodhur nga viti 63-64 dhe në 68 u finalizu kjo. Edhe uzina u bë dhe pra, qaj natyre, ishin domosdoshmëri, sepse një intelektual, po dhe një punëtori, thjesht. Ku do të bëshin, për shumë për bë një kurs kualifikimi, do të që mjedise. Atëre bëshin dhe kurset e kualifikimit. Ishte shkalla hierarkisë që punëtori për të stimuluar, për të rritë pagën, do të rrishte dhe një rritë profesionale. Në funksion të profesion, të venit punës. Gjeneratat e reja nuk e njohin më këtë jetën e minjerave apo të fabrikave. Ti ke një interes të veçantë, ndryshe ke ka për këtë pjesën e unë kam interes të veçantë kur gjej njerëz si Nikola, se kur s'kam njerëz si Nikola, nuk kam se kush të më tregojë. Që kanë atë krenarin dhe dignitetin e asaj kohe. Të gjitha fushat, po sot mund të kemë ardhur, edhe nga ashtu, por ka, si puna ime, ka me dhjetra, me qindra që kanë kontribuar në gjithë sektorët. Në të gjithë sektorët e... Me industri ushtarake, me industri kimike, me Elbasani, nafta e tjera me radhë, gjitha. Pa hy dhe tek bujësia. Pa studim dhe tek bujësia. Pa atëre, një maj, do më prapë ke një maj, në që imi në kuadri një maj, edhe festoheshe, edhe... Si festoheshe? Disa... Festoheshe në punë, po. Mund të bësh dhe një dark, si pas shumë. Në një maj, ju shkonit në punë, apo jo? Pa tjetër, shiko. Apo i kështë pushim? Jo, ishte pushim, por puna vazhdonte. Ne, për shembull, ishim detyruar, jo detyruar, por natyrisht punojësit me turnë atje, ne shkonim atje. Edhe ditë dhe një maj, shkonim një takim atje, dikur shtrosh një tavulinë atje. Pra shteti nuk është se kishte një lloj pushimi, thjesht kishte ceremonial. Jo, ishte aktiv, sepse vetë industria, duke qenë me të turnë, ne po themi, unë konsideroj vetëm si me qenë një oficeroj, po i themi, në kushtet e një, sepse ndodhe një avari, ndodhe një ashtu, detyrimisht do të ishe prezent atje. Plus që shkonim her pas here dhe për t'i mbajt karikuar. Kishte nga ata që ishin si më të privilegjuar? Edhe kishte nga këta, diferencime saj natyre, me gjatë që thata jo zgjidhja e problemeve. Atëherë bashkimi profesionale ishin. Bashkimi profesionale konsiderosh natyrisht partia vendose, siç vendos dhe sot. Kuptimin që bashkimi profesionale edhe sindikatat sot, leva që ushin atëherë, por mu leva janë dhe sot.
leva po të padukshme. Por ama në qoftë se ankohesh një punëtor tek bashkime profesionale dhe drejtori për shembull nuk e zgjidhte, problemi shkote në gjykatë. Gjykata jep të drejt punëtorit. Ishte pak më i privilegjuar, domethënë. Realiteti. Shkonte në gjykatë, ka pasur raste që shkonte në gjykatë. Po, shkonte, kishte një rast. Për keq trajtim të punës, për keq trajtim, për një mungesë pagese për shkak që ishte hëngrë haku, mund të kishte raste kësaj natyre. Në gjykatë. Po, ankohesh atje në gjykatë. Pagesa bëhej me orë pune apo ishte fikse? Ishte me orë pune, kishte edhe normë. Me normë. Aty ku kishte norma, kishte edhe tekalime. Në përgjithësi struktura e pagave. Ju sa paguheshit nëse mund na tregoni? Një inxhinier fillonte atëherë me 6.500, 650 lekë për e bëj thëni. Atëherë ishte në vitin 70 ishte 7 lekë. 7 lekë kush? 7 lekë $1. Po. 7 lekë ishte i barabartë me $1? $1. Pra mund të ishte ke $80-90. Vita, nëse e krahason me standardin e sotëm. $90 muaj. $90 muaj atëherë, natyrisht. Pastaj ishte inxhinieri, kalonte me faza, ashtu si dhe punëtori. Siç rritesh edhe vetë në shkalla e kualifikimit e ulët, ishte punë marrë ndonë, për shembull transport e kështu, pastaj vinte shkalla e kualifikimit më të lartë, kategoria 7 që quhesh, ishin mjeshtra dhe diferencoheshin dhe pagat. Ishin vështirësitë e punës, kriteret e vështirësisë punës. Merreshin në konsiderat vështirësia e punës për të paguar më mirë. Patjetër dhe rëndësia, shkalla e rëndësisë produktit, vlerësohesh, pa diskutim. Po shpërblime, kishit ndonjëherë shpërblime? Shpërblime në një rast. Në raste vitet e para për shkakun ka pas dhe në raste edhe për një maj. Po flas nëse bëje një inovacion në uzim. Për inovacione po, për inovacione kishte edhe shpërblime, kishte edhe stimuj moral, mund të themi kështu. Po një kile dekorata, gjëra kështu, po edhe shpërblime kishte. Edhe shpërblime kishte. Një inovacioni. Qofse inovacioni ishte shoqëruar me një faturë ekonomike, konsiderueshme, pranueshme, pa diskutim. E përballonit jetesën me rrollën që merrit? Me 2 fëmijë, Nikola? Me 2 fëmijë. Normalisht, unë nuk mund të ankohem, atëre paga mesatare... Po nuk e ti kënaqur, edhe me pensionin që merr dhe me... Jo, po është pozitiv. Jo, tani mirë, pensionin së është analizën vete kjo e pensioneve. Tani, për shumë, pensionin nga që më kam punu dhe në administratën e lartë, ka tjetër është pak më, po. Po, është me statusin e punësit civile tjere, në faktor tjere. Por atëherë pensioni ishte taksative, mbi 700 lekë të reja, nuk ishte pension. Mund të ishe që mund të ishe. Ashtu, nuk e kapje pensionin, në? Jo, 700 lekë të reja ishte tavani. Po, nën 700 nuk e kapje? Jo, mbi 700 nuk ishte. Qartë. Mbi 700. Por pensionet, pa diskutim që atëherë një pensionist e mante familjen. A që merë dhe 700 lekë shumica minatorë dhe metalurve, ka du kalifikimi lartë, mershin 650-700, merë dhe sa rroga një inxhinierit pensionist, jo? Merë dhe sa mande, nuk po themi se analiza bëhet kështu, analiza e plot bëhet, po atëherë shnetësia, arsimi këto ishin falas dhe ishin kosto ekstra që i përballon dhe shteti. Dhe kuptohet, deri nga vitet 70, mendimim, 75, por mu edhe tregu ka qenë një pranueshëm dhe shumë një pensionist me parat që merë në përballon do të asë një vizitat si laqet? Nuk themi sepse për robat për shumë. Për robat ishte problem atëherë në sistem. Për robat e punës? Jo, robat e punës. Robat në përgjithësi veshje? Jo, për të majtë për veshjet, ishte pak problem. Ose për këto gjëra tjera, televizionet, frigoriferë, lavatrice. Ishin pa, ishte vështirë për ta... Ishte bollëku material, po bollëku shpirtërore të tjera. Nikol, ku i bënde pushimet një minator ose një punonjës i uzinës? Apo s'bënde pushime? Në përgjithësi, se atëherë ishin ngritë shtëpitë e pushimit, por realisht, aty ishin me flet kampi, bashkime profesionale. Lëshon dhe... Po, edhe ishin me flet kampi, ndalin për shembull, për minator dalluar, për metalurg dalluar, por kuptohet që... Sa më mirë dhe shumë të punoj, aq më benefice kishe. Pak veta shkonin, edhe flet kampi ishte pak, sepse infrastruktura nuk ishte. Nuk të lejonte... Nuk i pranonte. Kishte edhe nga ato që nuk shkonin, ha? Thjesht merrnin pushime dhe nuk shkonin. Po, merrnin pushime dhe nuk shkonin. Shlodheshin. Kishte edhe dimrore, se funksiononte edhe mund merrin edhe për dimër, por në fakt Rubiku se do të për dimër. Kishte hallin e verës. Verës më shumë. Por kishte, një flet kampi atëherë kushtonte 1200 lekë, po jepë shfal. 1200 lekë. Shumë që ka 1200 lekë për kohën.
Po ishte 15 Për ditë. 15 ditë të plota. 15 ditë. Në fakt, shtëpitë e pushimit kanë qenë... Nuk paguaj e gjë në shtëpitë e pushimit? Jepte gratis. Jepte gratis. Kishte edhe nga ato që mund të ashtu, por jepte në përgjithësi jepte si shpërblim. Qartë, nuk qeka shumë. Me mëngjes, me drek dhe me darkë, apo vetëm me... Diskutim, jo, ishte me fjeti me gjitha. Ishte përfshirë, pra ne ka qenë kjo kosto më. Dhe minatori merrte bashkëshorten, fëmijët? Fëmijët ishin ekstra pak? Jo fëmijët, a? Fëmijët jo, sepse atëherë ishte kampi i pionerëve. Edhe shkonin të tjetra. Ishte të organizuar ndryshe. Fëmijët e vegjël për shembull to nuk lejoheshin në pushimit, për arsye të ndryshme se pra nuk ishin mundësi. Pogradeci për shembull e ka pas. Po kam bëj herë Pogradecun. Po mirë, ku i lini të fëmijët ju kur ju bashkë me bashkëshorten shkonin? Si rregull kishte aty për të organizuar, po me shumë vështirësi. Se kishte, po fëmijët e vegjël për shembull ta marrësh 2 vjeç, 1 vjeç fëmijë, ishte vështirë aty për ta mbajtur aty. Kishte kushte, se do të kesh kushte. Po se të 15 ditë pa pushuar me familje dhe kjo do duhesh e parë. Ishte vështirë kjo, nuk është koncepti... E kupton, Niki, ishte një gjë, po nuk ishin 10 të tjerë. Jo, nuk ishte e organizuar këtë lloj. Kishte hotele për shembull Durrësi, kishte edhe hotele që shkonin edhe me familje, kishte edhe kabina të vogla, po pak. Ato që do të shkonin si familje, pas ishin sa në Shënqini mund të ketë pas një 10-15 kabina, 20 kabina. Po si bjetë rralla, kuptohet. Elian, sot një majnë, si duhet ta kujtojnë njerëzit të drejtat sot, sfidat e punëtorëve, vlerësimet e tyre, marrëdhëniet me pagesat me shtetin, me... E rëndësishme, më falë se nuk desha ta ndërpreja, po e kam pak kështu si vrull shpirtëror. Përpara se të kujtojmë një majnë, e rëndësishme që duhet me punu njerë. Edhe me mos i bë keq trajtime punës edhe vetes tonë. Edhe duhet me vlerësu atë që ti jetë duke bërë tani. Kjo është shumë e rëndësishme, pastaj të shkojmë te 1 maj. Edhe unë shpeshherë kam një parull time pozitive që s'ka lidhje me të shkuar në Monisë të Shqipërisë, i them rroft puna. Në bazë të gjitha përpjekjeve të tua, ti vlerësohesh ose nënvlerësohesh sot. Po kam përshtypjen se kur ti ke kur ti krijon disa avantazhe në punë, mendoj që vlerësohesh. Kanë ata që thonë, po jo unë punoj shumë, po prapë nuk vlerësohen për punën që bëj. Varet se si është situata e gjithëve dhe varet se sa e kërkon ti këtë gjë që të vlerësohesh në maksimum për aq sa të takon. Sot në shoqërinë tonë ka një kurb të theksuar dembelizmi për sa i përket edhe të rinjve, po edhe moshave të tjera. Dhe ndonjëherë më bën përshtypje për mirë se si të rinjt janë të përgatitur dhe kërkojnë më shumë dhe nuk u jepet ajo që ata kanë. Kam njohur pafund të rinj nga ato kontakte që kam unë që e lën direkt punën, edhe ai për shembull ta zë merr 800 euro, po thot unë e meritoj për 1500 euro. Patjetër, janë dhe kushtet familjare që nuk janë të martuar, nuk kanë një familje, nuk kanë një kredi, edhe këtë ta mundësoni jeta. Por më pëlqen që janë të vendosur dhe të kërkojnë pak më shumë, jo pak më shumë, kërkojnë më shumë nga ajo që japin, nga ajo që kanë në të vërtet mundësi të japin. Pastaj është edhe një, siç ju thash, është edhe një mas tjetër e madhe që isha gjithkohon kafe, lloj shëllimi i jetës të çuditshme që do vinë gjitha gjërat vet, ti je princi Filip i Spanjës me gjak blu dhe i Anglisë, andej janë ulur gjithë dhe do vi puna, kështu vjen puna në pa bërë një sakrificë, pa u lodhur, pa u zhgaravitur tek ajo, pa u bërë pisë edhe zhul, se si do vi kjo puna kështu vetë, se puna e di që ti ke aftësi shumë të mira mendore komunikuese me satelitët dhe i gjen atje dhe vjen direkte te kafja ku ti je kështu duke ndenjur për qef edhe tak ti do vish. Le pastaj që janë të paaftë për punë, po kjo është tjetër muhabet. Përse takon rolit që kanë sindikatat? Jashtë paktën është një zoj fuqishëm për të drejtat e punëtorëve. Mos shko deri jashtë se shiko Kosovën si është me sindikatat. Këtu, në gjendje i kemi? I kemi në gjendje në çka ose shumë më pak se çka. Po se do të flasin Nikolla më shumë pak më këtë, por kam një gjë tjetër e shkurtër. Kosova i ka shumë të organizuara mirë sindikatat. Po të shkosh në stinën e pushimeve në Durrës, në gjithë vijën bregdetare, shikon në ditë të caktuara, profesionet të ndryshme punëtorësh, njerëzish janë mësues, inxhiniera ose të përgjithshëm, po unë kam parë më shumë mësuesit, që thonë hotelet jemi të mbyllur se na kanë ardhur mësuesët e Kosovës. Sindikatat organizohen atje shumë mirë, japin këto fletat e kampit. Për vitesh kjo është, po sa e bukur, sa e mirë. Ti në Shqipëri dëgjon vetëm sindikatën e mësuesve. Qa ka dhe një sindikat tjetër që... Që dhe nuk funksionojnë?
Po mund të funksionojnë, po nuk janë edhe të policëve dhe në një gjithë me ushtarakët, po jo ai sa... Për ta përmbyllur me sindikata, se kemi dhe një histori shumë të bukur më pas, do të shkojmë në Ersek me një elektriciste që ka ju kam sjellë unë një foto shumë të bukur që ta shikoni. Tani, sa i takon sindikatave, normalisht, unë mendoj që nuk është vetëm smundje shqiptare, përgjithsisht është pak dhe botërore. Zhdukja e sindikatave? Gradualisht, sepse vetë politika i keq përdor, shumë rase i keq përdor. Këtu tek ne, vitet e para, sindikatat u bon proaktive. Kjo është fotoja, më falë, zoti Nikol, kjo është fotoja jote, Elian? Po, kjo është fotoja ime të cilën e kam gjetur nga një shëtitje... Nga një shëtitje... Mos puno atje ku nuk je i instruktuar dhe i papatentuar. Mos i fut mundut atje ku nuk të takon. Po. Në versionin modern. Kjo është në Rubik. Në Rubik. Në parti metalive të çmuara. Të çmuara. Po. Normalisht sindikatat duke pat njëjtat fytyra si politika, do 30 vjet, se dhe sindikalistë po të shikojnë pas zonë emër tashti, që e thashin bisedë para dhe janë po të njëjtit njerëz. Absolutisht. Politika i hodhi karremin, i u dha këta ish prorët e vetat. I keq menaxhuar në mënyrë më brutale të mundshme. Jo në funksion të tyre, sepse ideja është kjo. Sindikata sot do të ketë buxhetin e vet, që të jetë faktor, që do organizojë grev 3 ditore, 5 ditore. Ketë mundësi ta organizojë dhe më gjatë. Të njoftojë sipas ligjit, se ka ligj për organizimin e këtyre, dhe ama për 5 ditë do t'i japi parat. Parat punëtorit. Nuk funksionon kjo. Një ndër arsyet para. E tjera me radhë, duke pas parasysh që janë një 4-5 sindikata këtu, që i përmeni dhe zoti Tanini, por për mendimin tim nuk e luajnë rolin e tyre. Absolutisht nuk e luajnë. Teme diskutuar çdo vit, sa herë që kemi ditë të tilla të kujtimit. Edhe më gjatë. Niveli i pagave, se sindikata duhet kërkojë për kushtet e punës. Sot kushtet e punës janë shumë më të mundshme për të krijuar se sa në atë kohë. Mirë, por shumë gjëra lënë për dëshiruar, kam parë shumë sektor dhe tash. Shikoj fabrikat e këpucëve, shikoj shumë sektor që janë problematik. Dhe fatkeqësisht atje punojnë edhe shumë femra ose me shumë orë pune, më pak të paguara, ndotse, e tjera me radhë. Që krijojnë pastaj edhe sëmundjet. Dhe pagesat nuk janë në nivelin e dur, do thënë në realitet. Kjo është më kryesorja. Shumë faleminderit që erdhët dhe na tregua diçka rreth historisë tuaj si inxhinier në atë periudhë dhe kujtoni besoj shpesh erdhe me nostalgji kur flisni me miqtë tuaj dhe ju pyesin si ka qenë ajo periudhë dhe krahasuar dhe me terrenin e ditëve të sotme. Faleminderit Elian, shumë suksese, roft puna e ndershme. Do të njemi më pas publicitetit me historinë e Adriana Ysenaj, gruaja që ka thyer tabut, ngjitej nëpër shtylla elektrike, se ka punuar si elektriciste dhe si poete. Pas pak.